Shumë e bukur është një histori shumë interesante, edhe ajo doli shumë mirë, nuk pati çrregullime të folurit mbas kirurgjisë, ose një rast tjetër që e kam thënë përsërit një spanjoll me origjinë rumane, që duhet thini që gjithë qendrat e të folurit, domethënë të folurit ka qendrat e veta në tru, domethënë dhe të folurit spanjisht, ose të folurit gjermanisht, ose të folurit rumanisht, ose të folurit shqip është një qendër e caktuar e trurit. Dhe gjatë operacionit mua më humbet, nuk më fliste më spanjisht, se unë kisha prekur zonën e të folurit spanjisht të trurit, nuk më fliste spanjisht. Domethënë filloi të më fliste vetëm rumanisht, dhe i smuri ishte i zgjuar. Më fliste rumanisht, pastaj në fakt, uoj që gjithë tumorët, dhe kishe një tumor që duhet ta bënte kirurgjin, pa diskutim, uoj tumor dhe mbasi jave, ai filloi të fliste përsëri spanjishtën. Po e humbi spanjishtën gjatë operacionit. Duket si një teknikë që e shikon. Të mendosh që ti mund të humbësh një gjuhë të cilën ti e flet. Ne bëm flamure të vogla mbi zonën e të folurit, domethënë, për shembull, atë ku flitet shqip do flamurin shqiptar, atë ku flitet anglisht do flamurin anglez, që unë të koordinoj zonat e të folurit. Wow. Kjo që ka jashtëzakonshme, doktor. Doktor, tani na habite. Është parë që gjete që ka jashtëzakonshme. Prandaj them që neurokirurgjia është një shkencë e mjekësisë shumë interesante. Do të themi gjë. Sot është dita e shëndetësisë dhe në fakt në gjithë ky vit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, do të jetë viti i shkencës në mjekësi. Domethënë duhet të mbështesim shkencën në mjekësi, sepse shkenca në mjekësi po bën avance, po bën përparime të jashtëzakonshme. Dhe kjo është pjesë e përparimeve që bëhen në mjekësi. Prandaj duhet të mbështesim gjatë gjithë këtij viti me gjithë aktivitete, me propagandë, me gjithçka për zhvillimin e shkencës mjekësore. Është viti i shkencës në shëndetësi. Çfarë mund të jetë ndonjë procedurë mjekësore, procedurë operative, ndërhyrje, pra diçka shkencore e re teknologjike e cila tashmë ju mund të doni ta provoni për momentin, mund të jeni edhe në faza testi mbase, diçka interesante që mundet të shërbejë shumë në fazën e sëmundjeve të rënda mbase të spektrit tuaj? Shiko, mjekësia sot është ajo që quhet mjekësia minimamente invazive. Neve kemi kaluar nga ajo mjekësi tradicionale që ka gati 300 vjet që zhvillohet. Për shembull, ju them operacioni i parë i tërheqjes së një tumori meningiomës, është një tumor benign i trurit të bërë në vitin 1640. Mbas 400 vjetësh, neve, ose 380 vjetës, neve duhet të kemi filluar të modernizojmë atë mjekësi. Domethënë që mos jetë ajo mjekësia klasike, flas për anën onkologjike të trajtimit të tumoreve. Tumorët jo vetëm duhet operohen, tu mund të trajtojmë edhe procedura të tjera nuk invazive, tumorët siç është për shembull radiokirurgjia, që unë aplikoj me teknologji shumë moderne në spajnë, me një ekip që quhet TAPEX, është një teknologji shumë e përbaruar që nuk ke nevojë të hapësh kokën, po mund të eliminosh tumorin ose mund të frenosh zhvillimin e atij tumori vetëm nëpërmjet rrezatimit të jashtëm, vetëm një trajtimi të 30 minuta, 35 minuta pa hapur kokën ose malformacione ose shumë gjëra të tjera.